Surja El Ghafir, Mekkase, 85 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ha Mim. Shpallja e këtij libri është prej Allahut, të plot fuqishmit dhe të gjithë dijshmit. Falësi të gjunaheve dhe pranuesi të pendimit që dënon ashpër, si dhe zotëruesit të mirave. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti, dhe tek ai do të kthehen të gjithë. Askush nuk i vë në dyshim shpalljet e Allahut, përveç atyre që nuk besojnë. Prandaj, mos të mashtroj ty bredhja e tyre në përbot. Në të vërtet, edhe para tyre i mohoi shpalljet dhe mrekullitë e Allahut populli i Nuhut. E po ashtu edhe grupet e tjera pas tij. Secili popull u përpoq ta mundonte të dërguarin e vet dhe ta mohonte të vërtetën me kundërshtime të rreme, andaj unë i dënova ata. E si ka qenë dënimi im. Dhe kështu, fjala e Zotit tënd do të përmbushet për jo besimtarët. Ata do të jenë vërtet banor të zjarrit. Ata engjëj që e mbajnë fronin dhe ata që janë rreth tij e madhërojnë Zotin e tyre me falënderim dhe i besojnë atij. Ata lypin falje për besimtarët duke thënë: O Zoti ynë, ti përfshin çdo gjë me mëshirën dhe dijenin tënde. Prandaj, fali ata që janë penduar e që ndjekin rrugën tënde dhe ruaj ata prej dënimit të zjarrit flakërues. O Zoti ynë, shpjeri ata në kopshtet e Adnit, të cilat u a ke premtuar, së bashku me të devotshmit prej prindërve të tyre, bashkëshorteve të tyre dhe pasardhësve të tyre. Ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Dhe shpëtoj ata nga e keqja. Atë që ti e shpëton nga e keqja atë ditë, ti e ke mëshiruar. E ky me të vërtet është shpëtimi i madh. Atyre që kanë mohuar, do t'u thuhet: urrejtja e Allahut ndaj jush është më e madhe se urrejtja juaj ndaj vetvetes, kur jeni thirrur në besim, por keni mohuar. Ata do të përgjigjen: O Zoti ynë, na ke bërë të vdesim 2 herë dhe na ke ngjallur 2 herë. Tani i pranojmë gjunahet tona, prandaj, a ka ndonjë rrugdalje nga xhehenemi? Atyre do t'u thuhet: ju keni pësuar këtë fat, sepse kur thirrej Allahu i vetëm, ju mohonit, por kur i shoqërohej atij diçka tjetër në adhurim, ju besonit. Sot gjykimi i përket vetëm Allahut, të lartit e të madhërishmit. Është ai që ju tregon shenjat e tij dhe ju zbret riskun prej qiellit. Por askush nuk e kujton këtë, përveç atyre që kthehen tek ai të penduar. Andaj, lutjoni Allahut me adhurim të sinqert për të, edhe nëse këtë e urrejnë jo besimtarët. Ai është zotëruesi cilësive më të larta dhe Zoti i fronit. Ai e dërgon shpalljen me urdhërin e tij tek ata që ka zgjedhur prej robërve të vet, për t'i paralajmëruar për ditën e takimit me atë. Për ditën kur ata do të paraqiten të zbuluar, kur asgjë e tyre nuk do të jetë e fshehtë për Allahun. Kujt i përket pushteti i asaj dite? Allahut, të vetmit, nga dhënjimtarit. Atë ditë çdo njeri do të shpërblehet sipas asaj që ka punuar. Atë ditë nuk ka pa drejtësi. Allahu me të vërtet është i shpejt në llogari. Paralajmëroj ata për ditën e afërt të gjykimit, kur zemrat do t'u vinë deri në fyt prej pikëllimit. Për njerëzit e këqinj nuk ka asnjë mik të afërt
dhe as ndërmjetësues të pranueshëm. Allahu e di shikimin e përvjedhur të syrit dhe atë që fsheh zemra. Ai gjykon me drejtësi, ndërsa idhujt të cilëve u luten përveç tij nuk gjykojnë asgjë. Vërtet Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. A nuk kanë udhëtuar ata në përbot që të shohin se si ka qenë fundi i atyre që kanë jetuar më parë, kombe shumë herë më të fuqishëm dhe me më shumë gjurmë, përmendore, ndërtime se këta? Allahu i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre dhe ata nuk patën askënd që t'i mbronte prej dënimit të Allahut. Kjo ndodhi sepse atyre u vinin të dërguarit me prova të qarta, por ata nuk u besonin. Prandaj Allahu i dënoi. Vërtet që ai është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Më parë, ne e dërgua Musain me mrekullitë tona dhe me një autoritet të qartë te faraoni, Hamani dhe Karuni, por ata thanë: "Ky është magjistar dhe gënjeshtar." Dhe kur ai u solli atyre të vërtetën prej nesh, ata thanë: "Vritini djemtë e atyre që i kanë besuar atij dhe lërini të gjalla vajzat e tyre." Por kurthet e mohuesve janë të dënuara të dështojnë. Faraoni tha: "Më lini ta vras Musain, e ai le ta thras në ndihmë Zotin e vet. Unë vërtet druhem mos ai do t'ju ndryshoj fen tuaj, ose do të shkaktoj trazira në tokë." Musai tha: "Unë i lutem Zotit tim dhe Zotit tuaj për të më mbrojtur prej çdo mendjemadhi që nuk beson në ditën e llogarisë." Por një njeri besimtar nga të afërmit e faraonit, i cili fshihte besimin e vet, tha: "Vallë, do të vrisni një njeri vetëm se thot Allahu është Zoti im, ndërkohë që ai ju ka sjell shenja të qarta prej Zotit tuaj. Nëse është gënjeshtar, atij i përket dënimi i gënjeshtërës së vet, e nëse është i drejtë, atëherë juve do t'ju godas diçka prej asaj me të cilën ju kërcënohet ai. Vërtet, Allahu nuk e udhëzon në rrugë të drejtë atë që e tepron me të këqija dhe është gënjeshtar. O populli im, sot juve ju përket pushteti i tokës, por kush do të na mbrojë nga dënimi i Allahut kur ai të na bjerë neve?" Faraoni tha: "Unë ju tregoj vetëm atë që shoh dhe ju udhëzoj vetëm në rrugën e drejtë." Atëherë, ai që ishte besimtar tha: "O populli im, unë druaj që do t'ju arrijë dënimi si popujve të mëparshëm, ashtu siç ka qenë për popullin e Nuhut, për fiset Ad e Themud dhe për breznit pas tyre. Allahu nuk synon pa drejtësi për robërit e vet. O populli im, unë i druhem vërtet ditës kur do të thërrisni njëri tjetrin, ditës kur nga frika do të ikni prapa, pa pasur askënd që t'ju mbrojë nga dënimi i Allahut. Atë që Allahu e shpije në humbje, nuk mund ta udhëzoj kush." Shumë kohë më parë, juve ju pati ardhur Jusufi me prova të qarta, por ju vazhdimisht dyshonit në atë që ju kishte sjell ai. E kur ai vdiq, ju thatë: "Allahu nuk do të nisë më të dërguar pas tij." Ja, kështu Allahu e shpije në humbje çdo kënd që e kalon kufirin në të këqija dhe dyshon. Ata që i kundërshtojnë shpalljet e Allahut, pa pasur asnjë provë, janë të urryer në sytë e Allahut dhe në sytë e atyre që besojnë. Kështu Allahu i avulos zemrën çdo mendjemadhi e dhunuesi. Dhe faraoni tha: "O Haman, ndërtoma një kull që t'i arrijë rrugët e qiellit, e të shoh Zotin e Musait,
sepse jam i bindur se ai, Musai, gënjen. Kështu, faraonit ju duken të bukura veprat e tij të shëmtuara dhe u shmang nga rruga e drejtë, por dredhia e tij e çoi vetëm në rënim. Ai që ishte besimtar tha: O populli im, më pasoni që unë t'ju udhëzoj në rrugën e drejtë. O populli im, në të vërtetë, jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi e përkohshme, ndërsa jeta tjetër është shtëpi e përhershme. Ata që bëjnë vepra të këqija do të dënohen vetëm sipas veprave të bëra, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, qofshin meshkuj apo femra, do të hyjnë në xhenet. Aty do të begatohen pa kufizim. O populli im, ç'është kjo? Unë ju thërras në shpëtim, ndërsa ju më thërrisni në zjarr? Ju më thërrisni që të mohoj Allahun dhe t'i shoqëroj atij në adhurim zota të tjerë, për të cilët nuk di asgjë, ndërsa unë ju bëj thirrje të adhuroni të plot fuqishmin, falësin e madh. Pa dyshim, zotave drejt të cilëve më ftoni ju, nuk mund të lutesh as në këtë botë, as në tjetrën. Kthimi ynë është tek Allahu. Ata që e teprojnë me të këqija do të jenë banor të zjarrit. Ju, së shpejti do ta kujtoni atë që po ju them. Unë çështjen time i ja lë Allahut, sepse ai i sheh vërtet robërit e vet. Dhe Allahu e ruajti atë prej të këqijave dhe kurtheve të tyre. Ndërsa i thtarët e faraonit i kaploi dënimi i vrazhd. Ata do të çohen para zjarrit në mëngjes dhe mbrëmje, në jetën e varrit, e kur të arrijë ora e kiametit, do të thuhet: hidhni i thtarët e faraonit në dënimin më të rënd. Edhe kur të grinde në zjarr të doptit, do të thonë prorëve që madhështoheshin: ne ishim i thtarët tuaj, ndaj a mund të shmangni prej nesh një pjesë të dënimit ton? Ata që madhështoheshin do të thonë: të gjithë ne jemi në zjarr, Allahu tashmë i ka gjykuar robërit e tij. Edhe ata që gjenden në zjarr do të thonë rojtarëve të xhehenemit: lutjuni Zotit tuaj që të na lehtësoj dënimin, qoftë vetëm një ditë. Ata do të përgjigjen: vallë, a nuk ju kanë sjellë të dërguarit tuaj prova të qarta? Ata do të thonë: po, është e vërtet. Do të thuhet: atëherë thërrisni për ndihmë, por thirrjet e tyre do të jenë të kota. Sigurisht, ne do t'i ndihmojmë të dërguarit tan dhe besimtarët si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në ditën kur do të sillen dëshmitarët. Atë ditë, keqbërësve nuk do t'u bëj dobi shfaqësimi i tyre. Ata i pret mallkimi dhe një vendbanim i shëmtuar. Ne i kemi dhënë Musait udhëzimin ton dhe u kemi dhënë në trashëgim bijve të Izraelit librin si udhërrëfyes dhe këshill për mendarët. Andaj, bëhu i durueshëm ti, o Muhammed, sepse pa dyshim premtimi i Allahut është i vërtet. Lutju Zotit për faljen e gjunaheve të tua dhe lartësoje Zotin tënd me falënderim në mbrëmje dhe mëngjes. Ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut pa pasur kurfar prove, kanë në zemrat e tyre vetëm mendje madhësi, e cila nuk do t'i shpjerë në qëllimin e tyre. Prandaj, kërko mbrojtje prej Allahut. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i sheh të gjitha. Krijimi i qiejve dhe i tokës është më i madh se krijimi i njerëzve,
por shumica e njerëzve nuk e di. Nuk janë njësoj i verbri dhe ai që sheh. As ai që beson e bën vepra të mira, nuk është i barabartë me atë që bën keq. Sa pak që mendoni. Sigurisht që ora e kiametit do të vijë. Për këtë s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk besojnë. Zoti juaj ka thënë: lutmuni mua, se do t'ju përgjigjem. Me të vërtet, ata që tregohen mendjemdhenj e nuk duan të më adhurojnë, do të hyjnë në xhehenem të poshtëruar. Allahu e ka bërë natën që ju të pushoni, ndërsa ditën e ka bërë të ndritshme për të parë. Vërtet Allahu është dhurues i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk janë mirënjohës. Ja, ky është Allahu, Zoti juaj, krijues i gjithçkaje. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç Tij. Atëherë, si largoheni prej Tij? Kështu largohen ata që i mohojnë shenjat e Allahut. Allahu është ai që ju a ka bërë tokën vendbanim e qiellin kulm. Ju ka dhënë formë e ju a ka përsosur atë dhe ju ka furnizuar me ushqime të mira. Ja, ky është Allahu, Zoti juaj. Qoftë i lartësuar Allahu, Zoti i botëve. Ai është i përjetshmi. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç Tij. Prandaj, lutjuni vetëm Atij, duke ju drejtuar me adhurim të sinqert. Qoftë i lavdëruar Allahu, Zoti i botëve. Thuaj, o Muhammed, mua më është ndaluar të adhuroj atë që adhuroni ju, përpos Allahut, pasi më kanë ardhur prova të qarta prej Zotit tim, e më është urdhëruar që t'i nënshtrohem Zotit të botëve. Është ai që ju ka krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, e pastaj prej droçkës së gjakut. Ai ju bën që të lindni si foshnje, pastaj të arrini moshën e pjekurisë, e pastaj të bëheni pleq, ndonë se disa prej jush vdesin më herët, me qëllim që të plotësoni afatin që ju është caktuar të jetoni dhe që të arrini të kuptoni. Është ai që ka në dorë jetën dhe vdekjen. Kur ai vendos diçka, vetëm thot për të bëhu dhe ajo menjëherë bëhet. Ai sheh ata që polemizojnë për shpalljet e Allahut, se si largohen nga rruga e drejtë? Ata që kanë mohuar librin dhe mesazhet që i kemi sjellë me të dërguarit tan, do ta marrin vesh të vërtetën kur t'u vihen vargojnë në qafë dhe të sillen me zinxhir në ujë të val e pastaj të digjen në zjarr. Pastaj atyre do t'u thuhet: ku janë ata që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të përgjigjen: na kanë braktisur. Vërtet ne nuk pas kemi adhuruar asgjë më parë. Ja kështu Allahu i shpije mohuesit në humbje. Ky dënim është për shkak se gëzoheshit në tokë, pa kur fare të drejte dhe nga që keni qenë të ndërkryer. Hyni në dyert e xhehenemit për të qëndruar për herë në të. Sa i shëmtuar që është vendbanimi i mendjemdhenjve. Andaj, bëhu i durueshëm, se premtimi i Allahut me siguri që do të përmbushet. E nëse të tregojmë ty, o Muhammed, diçka nga dënimi që u kemi premtuar atyre, apo nëse të lëm të vdesësh para kësaj, ata te ne do të kthehen gjithsesi. Edhe para teje, o Muhammed, ne kemi nisur të dërguar, për disa prej të cilëve të kemi treguar ty, e për disa të tjerë nuk të kemi treguar.
Asnjë i dërguar nuk mund të sjellë ndonjë mrekulli veç se me lejen e Allahut. Dhe kur të vijë urdhri i Allahut, do të gjykohet me drejtësi, e atëherë jo besimtarët kokfort do të shkatërrohen. Allahu është ai që ka krijuar për ju kafshët në mënyrë që disa prej tyre t'i shaloni e disa të tjera t'i përdorni për ushqim. Ju përfitoni prej tyre në shumë mënyra. Ato ju çojnë ku të keni nevojë, duke ju mbartur nëpër tokë, siç ju mbartin anijet nëpër det. Dhe ai ju tregon shenjat e tij, që tregojnë se ai është një Zot i vetëm. Prandaj cilat shenjat të Allahut i mohoni ju? Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata nëpër botë për të parë se si ka qenë fundi i atyre që kanë jetuar më parë? Ata kanë qenë më të shumët, më të fortë dhe kanë lënë më shumë gjurmë në tokë, por nuk u ka bërë as pak dobi ajo që kishin fituar. Kur të dërguarit e tyre i u sollën prova të qarta, ata u mburrën me diturinë që zotëronin vetë, por shumë shpejt i goditi ajo me të cilën talleshin. Dhe kur pan dënimin ton, ata thanë: tani ne nuk besojmë në askënd tjetër veç Allahut dhe i mohojmë idhujt që ja shoqëronim atij në adhurim. Por besimi i tyre nuk u solli kurrfar dobie kur pan dënimin ton. I tillë është ligji i Allahut që ka vepruar gjithmonë midis robërve të tij. Të humbur kanë qenë jo besimtarët.